Ka raportuar gazeta prestigjioze The Times me Valdet Hoxhën, ish zëvendës Ministri i Punëve të Brendshme në Kosovë. Faleminderit shumë zoti Hoxha. Faleminderit juve. E pam një reagim të Human Rights Watch ku thuhet që Kosova në fakt Ballkani s'duhet të trajtohet si magazin e emigrantëve. A është me të vërtetë një ide e tillë kësaj? Po shiko, vetë fakti që BE është në krizë me këtë agjendë, me këtë fenomen të migrantëve, natyrshëm që është një sfidë bukur e madhe për vendet e Ballkanit që disa ende nuk e kanë formësuar shtetë ndërtimin, si që është rasti i Kosovës, disa kanë kriza të mbrëmshme si që është rasti i Bosnjës me federat, pra me Republikën Srpska. Prandaj vërtet është sfidë dhe nuk është e pa bazë reagimi dhe brenga Human Rights Watch, por duhet të konsideru se a ka mundësi dhe a ka interes Kosova që ta refuzoj Mbretërinë e Bashkuar. Unë po besoj që fakti i bërjes publike nga revista prestigjioze e Mbretërisë së Bashkuar, po besoj që jo rastisht është shpërndas si lajm tani. Nuk po besoj që paraprakisht mos të ketë ndonjë eventualisht, s'po them dakordim me qeverinë e Kosovës, por ndoshta një marrje, një aprovimit të trajtimit serioz të kësaj çështje, sepse Mbretëria e Bashkuar nuk hedhë ide dhe pastaj të refuzohet nga një shtet i vogël i Ballkanit. Presidenti Osmani, edhe The Times e citon presidenten Vjosa Osmani që javën e kaluar ka qenë e hapur për të diskutuar një ide të tillë, megjithatë edhe presidenca sot na ka dërguar përgjigje zyrtare ku thuhet që nuk ka pas diskutime zyrtare mes dy shteteve për këto kampe të emigrantëve. Po edhe qeveria përmes zëvendësit me sa pash për një medium në Radio Evropën e Lirë, thot që ne dëshirojmë të ndihmojmë Mbretërisë Bashkuar, por duhet të shohim kapacitetet dhe të vim deri te një përgjigje nga gjithë mekanizmat kompetent. Duke i pa këto zhvillime dhe duke pa këtë gjuhë qeverisë, unë po besoj që megjithatë mund të ketë një sinjal, Mbretëria Bashkuar mund të ketë pranuar ndoshta një sinjal që kjo marrëveshje edhe mund të pranohet. Natyrshëm që duhet diskutohet me gjitha mekanizmat se a kemi kapacitet, por po e them, ne duhet ta shohim interesin e Republikës Kosovës, por njëkohësisht ta peshojmë edhe kapacitetin ton eventualisht refuzues. A kemi do të ishte interesin këtë rast? Po shikoj, çdo marrëveshje ka dhe kosto financiare, pra ka mbështetje financiare. Ne kemi rastin e ngjashëm, një farë praktike ne kemi tashmë me Danimarkën, me transferimin e të burgostrëve të huaj, të cilët do ta pritet që ta kalojnë pjesën e mbetur të burgjeve para riadhesimit dhe dëbimit në vendet e tyre. Prandaj ka një praktikë Kosova me Danimarkën, po besoj edhe aty do të jetë përfitimi rreth 200 milion euro. Pra ka një kosto, vendet e BE-s janë të gatshme që ta hekin këtë kosto, por përkundër kësaj benefiti më i madh ndoshta do të jetë për shkak se bëhesh vend partner i besueshëm dhe i realizimit dhe i materializimit të marrëveshjeve ndërkombëtare. Nëse Edi Rama, po Hoxha, nëse Edi Rama e Shqipërisë e ka refuzuar, a do të ishte sinjal diplomatik që Kosova ta pranoj dhe është ide e duhur kjo? Shiko, zoti Rama ka pranuar me Italinë marrëveshjen e ngjashme, pra atje pothuajse funksionon një formulë e tillë dhe nuk i di arsyet pse zoti Rama ka refuzuar edhe me Mbretërinë e Bashkuar, ndoshta është jashtë kapacitetit të Shqipërisë për të pasur marrëveshje me secilin vend BE-s. Në këtë kontekst mund të ketë refuzuar, përndryshe Rama nuk shquhet për refuzimet të ofertave të partnerëve ndërkombëtar dhe ka një shtim të koordinimit të tij dhe të një partneriteti qoftë bilateral apo multilateral me vendet e BE-s gjatë mandatit zotit Rama. Po besoj që nuk janë arsye thjesht refuzuese për shkak të idesë, por ndoshta për shkak të kapaciteteve që ka Shqipëria. Prandaj po them që vendet e BE-s i kanë dhënë dritë gjelbër këtij koncepti dhe unë po besoj që aty ku shihet me interes nga vendet respektive të BE-s edhe do të realizohen këto qendra të kthimit.
praktikisht si funksionon kjo? Çka duhet të bënte Kosova dhe si do të funksiononin këto qendra të emigrantëve? Shikon, se si në aspektin administrativ, ende nuk është koncepti kristalizuar qartë, por në parim këto qendra mendohet, për atë sa kemi një uri që të bartën azil kërkuesit që jam mësyn vendeve të BE-s, derisa shqyrtohen kërkesat e tyre për azil, të qëndrojnë në vendet e treta. Pra në këtë rast, me siguri është mendo Ballkani Perëndimor për shkak se megjithatë nuk janë kushtet e favorshme dhe destinacioni preferuar i këtyre migrantëve, pra përmes kësaj procedurën po besoj që mund të jepet edhe një sinjal që të ndërpritet kjo valë e migrimit e madhe, sepse ata do ta kenë të ditur që nuk do të qëndrojnë për shembull në Mbretërinë e Bashkuar derisa të shqyrtohet kërkesa e tyre, por do të qëndrojnë për shembull në ndonjë fshat të Kosovës apo ndonjë fshat të Bosnjës së Hercegovinës. Prandaj kjo do t'i dekurajoj ata që të marrin këtë rrugë drejt vendeve të perëndimit. Kështu e po e lexojën për atë sa ka informacion publik. Ndërsa në Kosovë mund të funksionojnë kuptim të ndonjë objekti rezidencial të dizajnuar për të pranuar ata, qoftë të tipit të mbyllur apo gjysmë të mbyllur apo gjysmë të hapur, varësisht se si dizajnohet, me qëllim të pritjes derisa trajtohen kërkesat. Pastaj, nëse aprovohen, do të dërgohen në vendin ku i aprovohet qëndrimi, ndërsa nëse refuzohen, do të dëbohen nga qendra për shembull në Kosovë në vendet e tyre prej nga janisur. Hoxha, të falenderoj shumë që u inkuadrove në Kompas për ta dhënë këtë vështrim lidhur me temën e emigrantëve. Faleminderit për mundësinë. Faleminderit, do të ndryshojmë temë tani, shikues të nderuar, do të flasim për një sukses të jashtëzakonshëm të alpinistës Uta Ibrahimi. Ajo sot është kthyer në vendlindjen e saj në